Thënie nga dritur Agolli, shkrimtar dhe politikan I minjor shqiptar, citojmë. Në bën për vete natyra me lajkat e saj hire plota, në zbut ndjenjat dhe në heqë ashpërsinë. Kulturë me zor nuk bëhet. Kultura nuk është si stërvitja ushtarake. Tjetër gjë është kultura. Në krahasim universin, njeriu është një kokër hërëre, por kjo kokër hërëre kur shmendon se është e tillë. Kësaj kokre, vetja I duket më e madhja në gjithë universin. I piri ndonjëherë ndjen më shumë se ai që është esull. E vërteta është atje ku janë kontradiktat, atje ku zbulohen ashtu siç janë. Jo çdo zbardhje dhëmbësh është e qeshur. Është I pamëshirshëm dhe I rrept opinioni. Mania e madhështisë personale, në fakt është sëmundje psiqike, e cila jo vetëm që nuk e bën qesharakë bartësën e saj, por mund të sjellë mjaft dëme në shoqëri. Gjën që kërkon nuk është mundur të mos e gjesh. Ditët shtyn njëra tjetrën si vend në vathë. Kush u thon gjatë, sheh shumë. Sunduesit nuk kanë fe. Dhurata nga shpirti e bën njeriu më të mirë, dhe kush nuk di ta japë, kur nuk e njeh lumturinë. Para bukurisë së njeriut, veshja nuk është gjë tjetër veç se një leckë. Fytyra një vendi njihet nga 4 gjëra. 1. Aeroporti, 2. Rrugët, 3. Librarit dhe 4. Tregjet. Cilësia e intelektualit shfaqet kur hyn në thelb të fenomenit dhe jo kur sillet në sipërfaqen e guaskës së këtij fenomeni. Mërzia është si gripi. Njëri që mërzitet në një kolektiv të vogël, të gjithë fillojnë të mërziten. Nuk e përmbajnë vetën ndonjëherë. Forca shkatruese e valeve emotive mbi shkëmbën e mendimit racional është nga më të tmerrshmet. Në përgjithësi, njeriu në çdo 3 minuta, 1 minutë është I lajthitur. Gratë është më mirë të lësh të bëjnë ç'të duan, sesa të përpiqesh të ndalosh në këtë apo në atë veprim, po u ndërhyre ato I zgjasin këto veprime pafund.